vreni një fenomen, sa më stabil dhe funksional është shteti, më komod është. Edhe në ndjekjen e individëve ose grupeve që veprojnë jashtëligjshëm. Edhe më i kujdesshëm, edhe më bashkëpunues. Më bëri përshtypje një raporti një kolegu tonë, Augustin Palokajt, kur shkruan të sot me koordinim apo pa koordinim. Pas ndryshimeve në kreun e BE-s, dhe sidomos pas ndryshimit të dërguarve të BE-s për Ballkanin, konkret për Kosovën, pra se kemi më as Borrellin as Lajçakun, ka një ndryshim gradual edhe në qëndrimin e Brukselit në raport me Kosovën. Para disa ditësh kishim largimin e fusnotës të një komitet bukur i rëndësishëm, por signifikativ, domethënës, se gradualisht politika e Bashkimit Evropian ka filluar të ndryshojë. Sinjalet janë pozitive. Dhe ato sinjale për fat mirë, qeveria i ka lexuar qartë, drejt, mirë, dhe ka vepruar konform interesit të Republikës. Pra, është duke koordinuar varësisht nga sinjalet. Dhe besoj që këtë veprim duhet përshëndetur si veprim burgshteti, si veprim të shtetit të etabluar, dhe natyrisht konform detyrave që ka dhe ndaj qytetarëve të minoritetit serb. Nuk ka lëshupe. Veç që po vepron si burgshtetas dhe po përmbush obligime se po se hek pjesën e parë, ka ndryshu Bashkimi Evropian, nuk ka ndryshu kurti, s'po di çish ke vuj me bë pyetjen me ta propoza e Bashkimit Evropian, nuk tash me kom. Bashkimi Evropian ka ndryshu. Temën e kena gabim, ha? Çish pe huç kështu? Ideja për me bë shteti u boj fort, ta shteti që u boj fort, tash kallëzohet i but. Ku i keni syt? Spesheni do detajet vogla. Ideja për me ku është çështje tjetër, po unë shpjegova një fakt. Edhe i thot vetet profesor doktor. I për mua ishte objekti një analize. I thot vetes profesor doktor. Ja do të më gusto. Po ti Astrid, dëgjoj deri në fund s'paku. Se më pasha me ngut kisha ngu. Se ke shtyt ngu edhe e poshtë si skop i rosh pishmend që të ngova. Hi në Facebook edhe i shoh çdo që si mendim, shoh Facebook. Unë s'po ta ndali fjalën, normali ta ka. Jo, janë ndale. Janë ndale. Profesorit ta se ndale, unë s'kam ti kundër argumente. Prit, kundër argumentet të nxjerrë normal. Po për nxjerrje kundër argumentet çike. Lutem. Profesor. Duhet ta kemi parasysh një fakt. Brukseli zyrtar në raport me Prishtinën zyrtare. Jo, me Kosovën. Me Kosovën si Prishtina është kryeqyteti i Republikës Kosovës. Dhe udhëheqësit aktual të Brukselit për politikë të jashtme, edhe i dërguri Sorensen, nuk janë as Lajçaku, as ai Borrelli. Pra, që të dyve i njohin Republikën e Kosovës.